Zonja e zotri, për shëndetje, mirë se vini në një tjetër takim tek Olti Curi TV në YouTube. Për që do flasim sot, unë them, t'i shpallim 5 finalistët edhe 3 kanë mbetur nga Bigu i Kosovës dhe hajde të flasim për fituesin, sepse është momenti, dhe besoj se gjithë e kemi kuptuar, se les jeux sont faits. Francezët thënë, lojrat u kryen, loja mbaroje për kthyer në Shqip. Për të folur për Bigun e Kosovës dhe për të thënë se ka qenë shumë zhurmë më madh. Ka qenë një big që i ka dhënë shumë material rrjeteve sociale. Nuk e di si ka qenë nga shikueshmëria nëpër televizione në shitjen e paketave të Art Motion, por që ka bërë zhurmë të paparë në rrjetet sociale, kjo është e vërtetë sepse mjafton të postoje diçka dhe shkonin video dhe në faqe të tjera që nuk ishin faqe zyrtare në 500.000 deri në 1 milion klikime në masën më të madhe. Për të folur tani se kemi një finalist që është Ludo, kemi Elionën, por ndjekim siglën dhe pas shkojmë tek të tjerët. Të gjithë prisin që të ishte në finale në 500 e parë Klodi, ose pse jo dhe Labinoti, sepse ndoshta populli e pëlqente me lojën e tij të fortë, lojën e tij të egër, lojën e tij bullizuese, lojën e tij që solli të gjithë materialet nga jashtë dhe ja përplasi atyre brenda, dhe nuk çuditë shafare sepse Labinoti mori pjesë në një periudhë në Big Brotherin e Kosovës paralelisht me Rogertin. Ne janë pak a shumë të ngjashëm me njëri tjetrin, që prishin çdo rregull loje vetëm për të qëndruar brenda në lojë. Por nuk ndodhi kjo dhe në surprizë shkoi Ludo. Jo vetëm mori pjesë shkoi në finale, por shikoi një trend në rritje në rrjetet sociale, në komentet pozitive e gjithçka tjetër. Për një moment, Ludo, nga i personi që hyri në lojë fal Albës, Labinotit dhe po vazhdon me Benitën, tani është kthyer në një plak të motshëm që duan të gjithë në qoshen e shtëpisë së Big Brotherit të japi mendimet e tija, herë arkaike dhe herë moderne. Herë arkaike dhe herë moderne, sepse Ludo vërtet duket sikur vjen nga kopertinat me Kim Kardashian apo me, nuk e di, me emrat më të njohur momental të showbizit botëror, por ai duket sikur në fakt nuk është marrë me Kim Kardashian dhe me, nuk e di, Kris Jenner apo emra të tillë, por sikur ka qenë gjithë jetën duke lyer e duke përgatitur gratë për Kangjegj dhe ka jetuar në një provincë të Kosovës, sepse shpeshherë u folën në mentalitet shumë të mbyllur. Por si duket, njerëz me mentalitet të mbyllur ka, e pëlqejnë, e ndjekin, e votojnë, madje e çojnë Ludon deri në finale. Ndërsa 5 tjetër nxori as pak surprizë një vajzë për finale që ishte Eliona. Dikush tha menjëherë aty dhe unë jam shumë dakord. Hey, çuna, çfarë ishte loja juaj? Sepse një debat i madh ishte midis Dolçes dhe Londrimit dhe Klodit. Dolçes i thonin cila është loja jote. Loja jote ka qenë me Bigun e Italisë, ka qenë me Edin, ka qenë dhe me Limin. Po tjetër çfarë ke bërë? Dhe këto ja thonte një mik i ngushtë siç ishte Londrimi dhe një mik tjetër i ngushtë siç ishte Klodi. Cila është loja jote, cila është loja jote? Po në fund fare Dolçe i tha, po loja juaj cila është? Unë kam përshtypjen se loja e dy djemve ka qenë në momentin që sinjalet nga jashtë, aty i erdhën nga Labinoti, nga Ludo e diçka tjetër, që marrëdhënia ju dy çunave po ndihet keq, atëherë të dy çunat vendosën të fusin në mes tyre një vajzë për të larguar çdo mendim të keq apo çdo paragjykim me lidhje seksualiteti që mund të kishte miqësia e tyre. Dhe çfarë bën? Afruan Elionën. E afruan aq shumë saqë Eliona u përfshi emocionalisht me Klodin. Pra ne mund të themi, nëse do ishim në lëkurën e Dolçes, që loja jote Lundrim dhe Klodi ka qenë për të sjellë Elionën deri në finale dhe për ta shpallur finalistën e dytë. Kështu që dy finalistë kemi. Kemi Lundrimin, i cili me bindje them se ka ardhur në finale dhe duhet falenderonte Labinot Rexhën, duhet falenderonte Albën dhe tani në fund fare duhet të falenderoj patjetër Benitën, sepse është personi që po ndjek hap pas hapi dhe po bën çdo gjë që urdhëron Ludo. Por çfarë do ndodhi? Imagjinoni pak, i kemi dy finalistë, kemi Ludon, kemi Elionën. Unë themi treti do të jetë Ygerta Sako. Të gjithë do çuditeni ndoshta, mos u çudisni fare. Do flasim në fund fare për këtë. Si qysh tek, unë mendoj se Ygerta do të jetë finaliste e tretë. Më pas do të kemi një vend të katërt. Dhe me patjetër që në vendin e katërt, aty brenda do të jetë Londrimi, sepse Londrimi është një nga
është një nga personazhet të cilët vërtet kanë dhënë shumë për lojën që është atje. Por vendi 5 për cilin do të jetë? Do të jetë femër, do të jetë mashkull, do të jetë Klodi, apo imagjinoni pak, vendi 5 do të jetë një luftë e përgjakshme në thojza, midis vajzave të bëra bukur me botox e silikon, Dolce e Benita. Si mendoni ju? Po sikur konkurenti 5 që mund të shkojë në finale mund të jetë Dolce, mos u çuditni fare. Mos u çuditni fare sepse kam përshtypjen se të gjithë ata të cilët e pan debatin e mbrëmshëm, pavarësisht se Lundrimi dhe Klodi kanë dashur që ta eliminojnë nga rruga e tyre Dolçen, unë kam përshtypjen se e forcuan shumë. Ndërsa Benita nuk luajti në nivele që ne të gjithë prisnim. Benita, ciao, pati momente histerizmi, pati momente që kërkoi, tha dua të shkëputem, të dal, shkoi në një dhomë, u izolua dhe shpeshherë Benitën e shikoi që i bën shumë presione produksionit. Në qoftë se produksioni nuk do ndërhy dhe ta çojë Benitën me dhunë në thojza deri në finale, atëherë mos u çuditni fare, po të them se loja e Benitës është rrëzuar këtu. Nga çifti Benita Ludo, përfitoi Ludo dhe do të shkojë Ludo në finale. Ndërsa për sa i përket Benitës, unë kam përshtypjen se do e ketë shumë të vështirë që të kap finalen. Po ndërkohë, nga ana tjetër, të gjithë ata të cilët janë kundër Klodit dhe Lundrimit, kam përshtypjen se votat e tyre në orët e fundit do t'i dërgojnë tek Dolce, sepse pikërisht do t'i dhimbse Dolce. Të gjithë ata të cilët do votonin Albën, të gjithë ata të cilët do të votonin Labinotin, apo njerëz të tjerë të cilët nuk janë më brenda shtëpisë, apo Fjolla Morinën, kam përshtypjen se votat e tyre nuk është çudi fare që të drejtohen tek Dolçja. Tek Dolçja dhe jo tek Benita. Sepse në qoftë se votat e tyre do të shkonin te Benita, atëherë ato do të konkuronin nëpërmjet Benitës Ludon. Por Ludo është zgjedhja e parë e Labinotit, është zgjedhja e parë e Fjollës, është zgjedhja e parë e personave të tjerë që nuk janë brenda shtëpisë e Labinotit që ishte aty, e Albës gjithashtu. Pra, fansat e Albës dhe të Labinotit duan që të jetë Ludo fituesi, sepse kanë qëndruar më pranë me fansat e tyre. Ludo ka është më afër Labinotit dhe Albës. Kështu që fansat e Albës dhe Labinotit do i çojnë votat tyre te Ludo. Nuk do i çojnë tek Benita fatkeqësisht, sepse midis dy personave ato do të zgjedhin një për ta çuar deri në fund dhe për ta shpallur fitues. Kështu që unë mendoj se një gjë e tillë do të ndodhë dhe nëse Benitën do e fusin në peshqen e finalistëve, ajo e rrezikon shumë Ludon. Okej? Kështu që më mirë e lënë jashtë atë dhe do vendosin Dolçen aty brenda. Shumë nga ju do thoni, po Klodi, nuk do të shkoj Klodi? Jo, se nëse zgjodhen midis Ludos edhe Benitës dhe futën Ludo njerëzit në finale, unë kam përshtypjen se nga çifti i djemve, Klodi dhe Londrimi, do të jetë Londrimi i cili jo vetëm do të shkojë në finale, por do luftoj fort edhe për çmimin. Ndërsa për Klodin më duket shumë e vështirë hyrja në peshqen e finalistëve.